Është del plisi, po ashtu në artefaktet që nga mesjeta, para mesjetës, edhe më vonë, edhe në Shqipëri, edhe në region, për thomë në Mezre, edhe më tutje, janë gjetë dëgjinën. Këto kanë një lidhje, kanë një domethënie të konsiderueshme, por mbi gjitha ne kemi shojmë që plisi bardh është i elementi i trashëgimisë tonë kombëtare shqiptare, sepse pas vetes me historinë që nga koha Pellashko ose pak më vonë ose para Amerike me radhë, që normalisht janë kufizime që këto nuk janë të prera. Këtu mund të kësej një moment tjetër që sot plisi nga simbol kombëtar shqiptar me shumë vlera, polivalente edhe konverguese, fatkeqësisht në një kohë kur ne kemi bërë një punë në përpjekje maksimale që ai të aktualizohet, Ministria e Kulturës e ka kthyer nga një simbol në një rreck pa vlerë dhe pretendohet me to që të shkojnë Qeleshëborja, jo plisi si simbol në UNESCO, i rreth para është regjistruar në regjistrin e trashëgimisë tonë kombëtare shqiptare, pra si Qeleshëborja. As Qeleshëborja jo. Në këtë konvertrimi ne e shohim të arsyeshme që të organizojmë edhe takimet të caktuara që ta marrim në tajtesë veçantë këtë temë, edhe të bëjmë presionin e duhur pozitiv, kuptohet, para ministrisë e institucioneve që vlerat tona mos i lëshojmë, për arsye sepse ka pas përkundër asaj që dikur e kanë përsekutuar, e kanë masakruar të paktën serbt, bullgarët, sot ka tendenca ta përvetësojnë. Dhe po përvetësojnë plisin, normalisht përvetësojnë edhe historinë, sepse plisi mas gjuhës ose paralel me gjuhën ka rëndësinë e vet për identifikimin tonë kombëtar shqiptar. Kaq shkurt deshta dhe pashta arsyeshme që lidhi edhe emën, edhe figurë, edhe moment, edhe të respektoj këtë mezhlis, këtë kuvend. Dhe sot ta lëmë presit që të vazhdojmë edhe me temë të caktuar vetëm me plisin.